Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Do të nisim sot këtë ditë të bukur, të gjatë, maraton për të ndarë me ju lajmet më të fundit që në fakt kanë të bëjnë me Big Brother VIP Kosova. Mihrie Braha, artistja e mrekullueshme e muzikës shqiptare, së fundmi ka mbështetur publikisht djalin e saj, unë kështu do ta quaj, djalin e saj virtual, djalin e saj të famës, djalin e saj të artit që Mihria bën. Labinot Haxhiu, banori i cili ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, si ç'duket ka një raport jashtëzakonisht të afërt me artisten e mrekullueshme dhe me këngëtaren Mihrie Braha. Në fakt unë kam folur për këtë raport, është një raport njerëzor, është një raport shpirtëror, nuk ka të bëj fare domethënë me lidhje familjare, me afrimitete familjare, është thjesht një raport që Mihria e ka krijuar me Labinotin nga dashuria e madhe që Labinoti ka patur për këngët e Mihries, domethënë ka qenë një fans i saj dhe Mihria me modestinë që ka me patjetër që nuk do të mbaj atë koklartsin, por do ta mbështetën dhe do të bëj tifo për të. Ashtu siç Labinoti në fakt i kërkon me këmbëngulje këngët e Mihries brenda shtëpisë së Big Brotherit. Po çfarë ka bërë Mihria të veçantë për ta mbështetur Labinotin? Labinot Haxhiu këtë javë gjendet në nominim dhe rrezikon që të largohet nga shtëpia më e madhe në vend, Big Brother VIP Kosova. Mbështetjen për të qëndruar brenda ja ka dhënë këngëtarja Mihrie Braha, apo ndryshe idolli i Labit. Ajo ka bërë thirrje që të votohet Labi për të qëndruar në shtëpi derisa ka mbathur çorape me foton e tij, njëjtë siç vepron ai me të vetat. Do me thënë, Mihria ka veshur çorapet me Labin, ndërsa Labi ka bërë çorapet me Mihrien, që në fakt e do shumë dhe e mbështet pafund Mihrien. Mihria tregon një lloj dashurie të madhe njerëzore për Labin, ajo e simpatizon si banor brenda, e respekton dhe dëshiron që Labi vërtet të ngjitet në shkallët më të larta, sepse edhe unë shoh një lloj potenciali tek ai, përkundrazi kësaj luftës të madhe të tjetër që banorët po bëjnë, Labi konsideron një edukat jashtëzakonisht të mirë.